Objektivi ynë, vendi tepër sakret i kërkimeve të Lordit Urryes. Misioni ynë, të futemi tinës dhe të shkatërrojmë shpikjen e fundit djallëzore të Urryesit. HT-125F përpara sa i ta përdor atë. Cilët jemi ne? Banda rebele e fundërrinave më të çmendur në galaktik. Generalët krye ngritës. Generali i dhunshëm. Unë jam vetëm për misione, kaos dhe burrëri. Brains! Unë kam llogaritur që shanset tona për sukses janë fantastike! Letra e çmendur, ju nuk e dini asnjëherë se çfarë do të gërmoj karameli mistri. Berberi, unë do t'ju qef. Do ditje dhe coptime. Ria. Ja e bara. Dhe ja dhurueshmi shëtit si shëtitës i shëtitjeve. Me se mund të ndihmoj djalosh. Zotri, Silvia e njohur si goditja e coptime, dita e parë në skuadër. Admiruese e madhe, punës tuaj me të vërtetë e vlerësojmë thirrjen. Ma mirë të dalësh te qëllimi ushtar. Shiko, ky top i vogël leshi është shoku im i ngushtë. E di që ai duket i dobët, ngordhalaq pa ide, por më beso, ai gjithmonë e kryen me sukses detyrën. Çuditërisht. Në rregull, bir. Dëgjoj këtu. Ne do të futemi tinës atje dhe do të shkatërrojmë teknologji më të fundit djallëzore të Lordit Urryes të tmerrshëm HT-125F. Do të shkatërrojmë ne HT-125F. Ti do të ruash derën e përparme dhe nuk do të lejosh asnjë të hyjë brenda. Nëse ai gabon, pasojat do të bien mbi ty. Shiko, dua të lëm me të vërtet një përshtypje të mirë tek djemt. Kështu që vetëm përqendro e nuk do të jetë e vështirë. Në rregull, mos haro, mos lejo askënd të hyj. Mos lejo asnjë njeri brenda. E kuptova. Ja! Mos lejo njeri brenda, mos lejo njeri brenda, mos lejo njeri brenda, mos lejo njeri brenda. Faleminderit. Mos lejo asnjë njeri brenda. Shotitës, çfarë po bën këtu? Pse nuk po ruan derën? Mirë, të kujtohet që më the mos lejo njeri që të futet brenda, në një farë mënyre unë e bëra atë gjën, kupton? Goditje dhe coptime, çfarë po ndodh aty mbrapa? Çdo gjë në rregull. Vazhdoni misionin kryesritës. Po vjen keq, po çfarë duhet të bëj? Gjej atë tipin, nxjerrë jashtë, thuaj diçka coptuese. E ke parasysh goditje dhe coptime? Në rregull, mos e bëj atë. Vetëm gjej një mënyrë për ta nxjerrë atë që këtu. Ku janë çelçat? E di që i lash këtu. Më falni, zoti shkencëtar, shko! Largo nga kjo goti, largo tani, shu. Kush je ti? Silvia! Pastruesi i turnit të natës. Po. Atëherë, kush është ai? Pra Urryesi ka punësuar një pastrues më të ri dhe më simpatik, a? Me të gjë këtu, shoku, unë nuk do dal pa luftuar që këtu! Mirë.